Përshëndetje, tosi faleminderit për mikpritjen, sa herë që kemi diskutime punë është gjithmonë një moment i përshtatshëm për të takuar këtu, edhe falenderoj gjithë për pjesëmarrjen. Sot jemi së bashku me kryeministrin dhe ministrin për të folur për një aspekt shumë të rëndësishëm të sektorit të turizmit, qoftë për ju si sipërmarrës, por edhe për ne si autoritete lokale. Një pikë e cila i përket strategjisë turizmit deri për 2030, por është një çështje shumë e rëndësishme për cilën ka filluar puna. Ne vit për vit shohim që të paktën në bashkinë e Durrësit, por edhe në qarkun e Durrësit, numri i vizitorëve dhe i turistëve atyre që zgjedhin Durrësin si destinacionin e tyre turistik është në rritje, është një numër i cili në 2023 kaloi mbi 1.5 milion. Dhe kjo do të thotë për ne një punë e jashtëzakonshme në shërbim të sektorit, një angazhim më i madh për sa i takon detyrave që kemi si autoritet lokal, qoftë me mirëmbajtjen, me pastrimin e qytetit, me pastrimin e plazhit, por sigurisht që ky numër i vizitorëve dhe i turistëve në qytetin e Durrësit vjen edhe si pasojë e një pune të jashtëzakonshme që është bërë thuajse në gjithë dekadën në qytetet tona. Kemi nisur investime të rëndësishme, të cilat kanë nisur që nga rilindja urbane, le të themi, dhe tashmë mund të shohim një puzzle të plotë të transformimeve që ka pësuar qyteti i Durrësit, por edhe qytetet e tjera kudo në Shqipëri. Dhe fal këtyre investimeve, sot ne gjejmë veten që në qytetet tona ka më shumë investime nga sektori privat, pra kjo është një punë dypalçe dhe punët që kanë bërë institucionet lokale, mbështetjen që kemi pas nga kryeministri dhe nga qeveria shqiptare në investime, por edhe vetë investimet që ka bërë biznesi në këtë sektor. Durrësi tashmë ka hapur një kapitull të ri zhvillimi me ato projektet madhore që ne kemi në qytetin ton, duke u transformuar që nga marina, e cila është një kantier që prej kohësh ka filluar nga puna me zgjerimin e vijës bregdetare dhe zgjatjen e saj. Kemi përfunduar para një viti një kantier të rëndësishëm i cili është ai shëtitore së plazhit, fazën e parë, dhe tashmë po zbatohet faza e dytë. Prapë kjo është shoqëruar me një tjetër investim shumë të rëndësishëm, i cili është zgjerimi i brezit të rërës në këtë vijë bregdetare, një ndërhyrje e domosdoshme për të përmirësuar sistemin e turizmit në atë zonë, por edhe gjithë rehabilitimi i gjithë vijës së parë të fasadave të objekteve, plus jemi përballur dhe me problematika që vinë si pasojë e rritjes së fluksit qoftë të vizitorëve dhe turistëve, siç është trafiku në qytetin e Durrësit, dhe edhe për këtë kemi pasur mbështetjen e kryeministrit dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit për të filluar dy projekte shumë të rëndësishme. Së pari është ai i ndërtimit të një pike parkimi në qytetin e Durrësit, pra një godinë parkimi në qytetin e Durrësit, dhe së dyti, nga analizat që kemi bërë, ka dalë shumë e rëndësishme dhe domosdoshme ndërhyrja në qytet me investimin e unazave të qytetit, që edhe ky është një kantier tashmë i hapur me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, me të cilin sigurisht ne mendojmë që do t'japim një alternativë zgjidhje për sa i takon trafikut në qytetin e Durrësit. Ndërkohë, në proces kemi ndërhyrjen në shëtitoren e Taulantjas, pra faza midis nga pista deri tek Sfinksi dhe hyra e Durrësit, të cilët janë gjithashtu projekte që do të ndikojnë patjetër në lëvizshmërinë, përmirësimin e zonave turistike, le të themi, por edhe atë të trafikut. Elementi i tjetër shumë i rëndësishëm për Durrësin, ne kemi parë tashmë jemi dëshmitar të markave ndërkombëtare që janë vendosur në qytetin e Durrësit, si Melia, Movenpick apo edhe Crown Plaza, dhe sigurisht që këto investime kanë ardhur si pasojë e mbështetjes që kanë marrë nga qeveria, patjetër lehtësirave financiare, por edhe gjetjes së një klime të mirë në qytet, qoftë në aspektin e sigurisë, qoftë në aspektin e infrastrukturës. Momenti për cilin ne jemi sot këtu është për të folur për vjeljen dhe digitalizimin e këtij shërbimi. Ministra sigurisht do ta sqarojë më në detaj këtë proces, por unë dua të them që është një proces i domosdoshëm, sepse gjithë fluksi i turistëve që ne shohim në qytetet tona
duhet patjetër të përkthehet në një ekonomi jo vetëm për të ardhurat qendrore, por edhe për autoritetet lokale, sepse nëpërmjet këtyre të ardhurave ne kemi mundësi që t'japim më shumë investime për ju, më shumë siguri, më shumë për të mbajtur më pastër qytetin dhe për të investuar në pastrim, në mjete, në infrastruktura të cilat janë të domosdoshme. Unë po ja kaloj ministres fjalën për të bërë prezantim, pastaj gjithë cili nga ju kush ka dëshirë që të marrë fjalën për të bërë ta kthyer këtë si një bisedë, jo vetëm si një prezantim nga ana jonë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit Ani, faleminderit gjithëve. Takohemi her pas here, her për qarhallet, por edhe për të shkëmbyer informacionet. Sigurisht viti i kaluar u mbyll me një shifër rekord për gati 12 milion vizitorësh 2024, ndërkohë edhe tremujori i parë i këtij viti është mbyllur me një rritje prej gati 7% më shumë krahasuar me tremujorin e vitit kaluar. Mirëpo ka ardhur koha që nuk mund të krenohemi dhe të përmendim vetëm numrin e vizitorëve, që sigurisht tashmë ka përkufizuar atë që quhet bumi turistik në Shqipëri, sepse në qoftë se ky bum vizitorësh nuk shoqërohet me parametra ekonomik dhe me standarde, nuk besoj se do të jemi afatgjat dhe sidomos nuk mund të ndërtojmë atë që sot, ose le të themi kemi 2 vjet që kemi filluar ta quajmë industri. Në qoftë se deri para 2-3 vjetësh flisnim për ekonominë e turizmit, kemi 2 vjet që flasim për industrinë, që do të thotë që është e bëhet shumë serioze dhe ajo që kemi deklaruar në fillim të këtij 4 vjeçari që turizmi do jetë prioritet, brenda 4 vjeçarit ka filluar të kthehet në një realitet. Prandaj do përmend 3 shifra që kanë të bëjnë me të ardhurat që kjo industri ka futur në ekonominë shqiptare, sipas shifrave të Bankës Shqipërisë. Në vitin 2022, 2.8 miliard euro kanë hyrë në ekonominë shqiptare, në vitin 2023 4.2 miliard euro dhe në vitin 2024 5 miliard euro. Pra, ai bumi në shifra vizitorësh shoqërohet, mund ta quaj modestisht edhe në një lloj bumi të hyrave ekonomike. Pastaj është një çështje tjetër që nuk kemi të njëjtin proporcion kur bëhet fjalë për të ardhurat në arkën e shtetit apo të qeverisjes vendore, prandaj parashikojmë të tjera instrumente. Thënë kjo, si një hyrje për të thënë në çfarë momenti ndodhemi, i përgatitemi gjithashtu për sezonin veror dhe nuk mund të mos ta përmend me 2 fjali, duke qenë se ndodhemi në Bregdet dhe duke qenë se besoj 100% e juaja këtu jeni operator të cilët veproni në pjesën e Bregdetit midis Kavajës dhe Durrësit. Ka mbaruar gjithë procesi që vitin e kaluar i aplikimeve për plazhet, që është një ndër pjesët e ofertës turistike. Pra kryesor, por një ndër pjesët më të rëndësishme të ofertës turistike verore. Reja për këtë vit, sepse kemi një rregullore 3, mbasi kemi reflektuar dhe monitoruar situatën e 3 viteve të kaluara, është që japim prioritet parcelave publike dhe bizneseve serioze kur bëhet fjalë për strukturat akomoduese. Kjo do të na sjellë një situatë me rreth 1017 parcela nga Velipoja deri në Ksamil, parcela plazhi publike, sigurisht me një përgjegjësi më të madhe për bashkitë, por edhe për Agjencinë Kombëtare të Bregdetit dhe Ministrinë e Turizmit, për sa i përket mirëmbajtjes, garancisë së sigurisë, pastrimit dhe këtë vit operacionin plazhet pastra që ne kemi filluar me 4 bashki, pastaj vetëm në 6, si vjet do ta shtrim në të gjitha bashkitë e Bregdetit, Shkodër, Lezhë, Kavajë, Durrës, Rrogozhin, Divjak, Fier, Vlorë, Himare, Sarandë dhe kështu me radhë. Por të gjitha këto prap nuk mjaftojmë nëse nuk kemi standarde. Industri pa standarde nuk mund të ketë, prandaj dua të jap disa të dhëna që edhe ju si operator të kuptoni cila është puna që bën qeveria për t'ju mbështetur ju. Sepse sigurisht investimet janë tuaja, sigurisht që puna është e juaja, sakrifica është e juaja, por nuk ja dilni dot as ju nëse ne nuk ju ofrojmë standardet. Në 4 vjeçaren që po mbyllim, kemi certifikuar 800 udhërrëfyes turistik të gjitha llojeve, që nga ata që bëjnë guida në hiking në përmale, rafting në përlumen, tashmë jo thjesht në Osum siç nisi 4 vite më parë, por në Drin, në Shkumbi, në Vjos, në Osum, dhe guida të gjitha kategorive, të cilët shoqërojnë turistët që vinë ke ju. Është garanci e standard, por dua të theksoj edhe një gjë. Është pjesë e zinxhirit të punësimeve në turizëm. Janë 800 udhërfyes, do të thotë 800 familje
që furnizohen me punë, por edhe me të ardhura nga kjo industri. Ose nëse marrim një tjetër shifër, të cilën e kemi sërish shumë interesante, punë e bërë në 4 vitet e fundit, kemi certifikuar 170 tur operator detar, turistik detar. Ka qenë një sektor krejtësisht informal, edhe fatkeqësisht me pasoja nga njerë dhe fatale, fal bashkëpunimit shkëlqyer me policinë e shtetit dhe me policinë kufetare, e cila është e pajisur me një flot. Viti i kaluar ishte një rast model ku nuk patëm asnjë fatalitet për të mbytur ose për pakujdesi nga mungesi i standardit. Janë 400 mjete detare të kolauduara, të certifikuara, të pajisura me gjithë dokumentacionin dhe do të jemi me zero tolerancë çdo shmangje nga këto rregulla, sepse është pjesë e garancisë dhe e standardit. Gjithashtu, për sa i përket, ju jeni këtu gjithë përfaqësues të strukturave akomoduese. Për ju është dhënë rregulloria e re e plazheve që hotelet mund të pajisen me menaxhim të stacioneve të plazhit si një vlerë e shtuar, por po kështu keni dhe ju përgjegjësinë të bashkëpunoni me bashkitë dhe me qeverinë për të rritur standardin e shërbimit, të pastërtisë, jo thjesht tek hoteli, jo thjesht tek pragu juaj, por edhe në territorin rreth e rrotull, sepse kemi të bëjmë dhe një problem kulturor, të cilin nuk e menaxhojmë dot kaq kollajshëm shumë kur na pesfishohet popullsia në territor, nuk ka bashki që t'ia dali. Dhe në këtë periudhë ne numërojmë 2200 hotele dhe struktura të tjera akomoduese të kategorizuara, që është prap dëshmi e standardeve që ne ofrojmë në turizëm. Ndërkohë, nuk dua të zgjatem shumë se çfarë janë bërë këto 4 vite, sepse edhe është folur dhe praktikisht sot turizmi është kryefjalë, e rëndësishme është çfarë do të bëjmë në 4 vitet që vijnë, ku premtimi ose angazhimi i përbashkët, jo vetëm yni, që Shqipëria të jetë kampioni i turizmit, të paktën në Ballkanin Perëndimor, po pse të mos ta çojmë edhe një çik më tutje pretendimin ton, se i kemi mundësitë, kërkon që industria të jetë e konsoliduar, që industria të jetë e garantuar dhe industria të jetë e parashikueshme. Na ka munguar një strategji e detajuar për çdo pjesë të zinxhirit, jo thjesht turistik, po të gjithë ekonomisë shqiptare, të gjithë qeverisë shqiptare dhe të gjitha bashkive. Kjo strategji, e cila prej një viti diskutohet nga të gjithë ju, është bërë objekt diskutimesh, ndryshimesh. Strategjia e vitit 2025-2030 është në momentin e fundit, jemi duke bërë kostimin financiar të gjitha hapave që parashikohen në këtë strategji përpara se të marrim miratimin përfundimtar të qeverisë, që parashikon angazhime edhe të qeverisë dhe të pushtetit vendor, por angazhime edhe për operatorët privat të gjithë sektorit. 5 shtyllat kryesore do të jenë të kësaj strategjie. Investimet që do të vijojnë në shërbimin e turizmit, praktikisht akse shumë të rëndësishme rrugore janë bërë nga investimet publike që janë shkurtime rrugësh në destinacione turistike, pra jo vetëm për popullsinë lokale, politika fiskale dhe rregullatore, të cilat ne i kemi pasur, i kemi shtuar dhe do të vazhdojnë edhe në 4 vitet që vijnë dhe janë pjesë e parashikuar e strategjisë. Dhe e kanë vënë tashmë efektin, kështu që jemi të bindur se ja vlen që në turizëm këto politika rregullatore dhe fiskale të vazhdojnë të ekzistojnë për t'ju mbështetur, por edhe për t'ju formalizuar. Menaxhimi i destinacioneve është një tjetër moment, nuk mund të kemi industri turizmi me oferta të rastësishme. Nëse vjen në këtë hotel, nuk mjafton thjesht të vi të ri këtu. Duhet të di se çfarë kam rrotull, kam agroturizme, kam muze nga Kavaja deri në Durrës, ka një rrjet të tërë bujqësor dhe blegtoral i cili vjen si ofertë turistike. Ky do të jetë menaxhimi turizm i destinacioneve, marketingu i këtyre destinacioneve i angazhuar dhe e fundit, po jo për nga rëndësia, ngritja e kapaciteteve njerëzore që është tashmë një prioritet edhe sot dhe për cilat praktikisht kolegët e mi në Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit e kanë bërë prezantimin jo më larg se dje në mos gaboj. Në këtë kuptim, strategjia e re ndan Shqipërinë në rajone të zhvillimit turistik, që nuk përputhen domosdoshmërisht me ndarjen administrative, por me ato destinacione të cilat variojnë në funksion të relevit, traditës dhe zhvillimeve. Do të kemi rajonin turistik të Bregdetit Adriatik, rajonin turistik verior të Brëndshëm, rajonin turistik të Tiranës, që është një ofertë më vete turistike në një model komplet ndryshe nga pjesa tjetër e Shqipërisë, rajonin turistik qendror,
rajoni turistik i Bregdetit janë dhe rajoni turistik jugor i brendshëm që përfshin nga Korça, kryesisht qarkun e Korçës, Gjirokastrës dhe të Beratit. Tani, kemi pasur dhe raste tjera për ta prezantuar strategjinë e cila është prej muajsh në publikim dhe ka qenë objekt debatesh rajon më rajon nga Ministria dhe ju vetë, por kemi një program të ri që është i përgatitur tashmë, një bashkëpunimi prej 2 vitesh midis Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe Ministrisë së Turizmit të Mjedisit në bashkëpunim edhe me Institutin e Statistikave, Bankën e Shqipërisë edhe Akshi. Bëhet fjalë për herë të parë Shqipëria do të pajiset me sistemin e menaxhimit të digitalizuar të dhënave në turizëm, që do të ketë 3 shtylla kryesore. Do të ketë regjistrin qendror të turizmit që përfshin të gjitha shërbimet ekzistuese, por edhe të reja që do të shtohen në këtë zinxhir të thjeshtëzuara. Sot aplikimet për kategoritë për shembull apo për plazhet bëhen online, por gjithë pjesa e backstage-it është ende në letër. Do të jetë e gjitha e digitalizuar, e aksesueshme në kohë reale nga të gjithë përdoruesit dhe nga të gjitha sportelet shtetërore, duke përfshirë certifikimin e sipërmarrjeve turistike dhe regjistrimin e tyre në një regjistër kombëtar qendror të turizmit, çka na ka munguar. Shtylla e dytë do të jetë platforma i visitor. Nuk është një shpikje jona, mbasi kemi punuar dhe studiuar të gjitha modelet, na rezulton që Kroacia, që është sot një ndër gjigantët në rajon të turizmit, Greqisë apo Italisë me të cilët ne rrethohemi, praktikisht ka ecur në këtë rrugë në të cilin po ecim ne sot 10 vite më parë. I ka kaluar këto eksperjenca që ne po kalojmë sot. I visitors do të jetë një platformë e qëndërzuar për regjistrimin e klientëve të strukturave akomoduese, në momentin që ata hynë në territorin e Shqipërisë, do të jetë një platformë si e në komunikimi me shumë furnizime të dhënash nga policia, nga bashkia, nga operatorët të ndryshëm turistik që kanë aktivitetet tipologishme, po kështu me shumë përdorim. Por përfitime do të shumë fishka. Një formalitet të gjithë sektorit që le ta themi ka munguar. E dyta, bashkit do të kenë një përfitim për të përftuar atë që më së shumti ka munguar taksën e fjetjes. Sistemi i taktimeve qendrore gjithashtu do të ketë në kohë reale të dhëna për numrin e klientëve që frekuentojnë të gjitha llojet e aktiviteteve turistike, çka do të optimizojë të ardhurat për sistemi qendror. Se nëse fola për 5 miliardë euro që hynë në vitin 2024, nuk kemi të njëjtën proporcion në arkën e shtetit. Nga ana tjetër, kjo jep më shumë siguri për shërbime, sepse në kohë reale ne do të dimë kush përndahen vizitorët, ku shkojnë, çfarë preferojnë dhe të jemi parashikues në shërbimet që ofrojmë, në buxhetimin që bëjmë, në investimet që bëjmë. Shtylla e tretë do të jetë sistemi të dhënave në turizëm, që është një instrument i përbashkët i Ministrisë së Turizmit dhe Institutit të Statistikave. Kam shumë kënaqësi të them që për këtë shtyllë të tretë puna ka filluar që tani në vitin 2025. Gjithë paketa e anketimeve është gati, Instati ka filluar punën në 4-5 destinacionet më të mëdha dhe në 2026 kalon në të gjitha destinacionet e Shqipërisë me një paketë dedikuar. Bëhet fjalë për të krijuar për të parën herë në Shqipëri atë që quhet llogaria satelitore e turizmit, që është një instrument dhe një metodologji statistikave në turizëm, e miratuar nga Organizata Botërore e Turizmit dhe të gjitha vendet e BE-s, këtë aplikojnë për të parashikuar qoftë investimet publike, po qoftë për të ndihmuar investitorët privat se si të parashikojnë investimet e tyre private në sektor. Shqipëria nuk e ka pasur dhe kjo do të jetë është sfida e mandatit 4. Ndërkohë, për të mos u zgjatur shumë, ne do të kemi dhe raste tjera për ta ilustruar këtë instrument të ri, por e rëndësishme është që nuk ka më një sektor ose një aktor, siç mund të jetë sektori privat që improvizon, sektori publik që përpiqet të paraprijë me investime, por nga ana tjetër nuk është ndoshta gjithmonë në përputhje me një zhvillim në një pjesë të territorit të caktuar, do të jemi të gjithë online, të gjithë së bashku, sepse është ndoshta sektori më domethënës ku sinergjia midis të 3 sektorëve, pushtet vendor, pushtet qendror dhe sektor privat, ka bërë atë që sot ne e quajmë industri të turizmit. Na vaft të mbar. Shumë faleminderit dhe më lejoni ndoshta përpara se të jap fjalën kryeministrit
nëse dikush do të ketë ndonjë pyetje më shumë për këtë ose të pyetje dhe mund ta kemi mikrofonin ta shëtisim në sallë. Që debatet mos i bëjmë vetëm në për tavolinat ngushta. Atëre, faleminderit zoti kryeministër, faleminderit ministra, faleminderit kryetare e bashkisë, të nderuar kolegë. Sigurisht që nëse sektorët të tjerë të ekonomisë kanë ecur me një shpejtësi normale, turizmi mendoj unë ka ecur me shpejtësi 300 km/h, duke marrë në konsiderat se ku kemi qenë para 10 vitesh dhe ku jemi sot. Dhe nuk është turp të themi edhe disa nga pikat kryesore ku turizmi mendoj unë ka shkëlqyer dhe mbështetja e qeverisë ka qenë e dukshëm për këtë sektor. Unë do të veçoja 6% e famshëm që sigurisht i ka një kosto për buxhetin e shtetit, por për ne na bëri që të na stimuloj që të vazhdojmë të investojmë pafund në këtë drejtim. Do ta falenderojmë për marketingun e vazhdueshëm, u bë 10 vjet domethënë që marketohet fort Shqipëria dhe Bregdeti shqiptar. Ne këtë e pam sidomos para një muajsh në Panairin e Berlinit ku Shqipëria kishte vendin e nderi dhe megjithatë domethënë do të themi që shkëlqyem aty dhe pam një interes të shtuar të tur operatorëve europian për Bregdetin shqiptar në veçanti. Gjithashtu në vazhdim do të falenderoj ministrin për strategjinë e turizmit 2030, ku aty preket një nga plagat më të rëndësishme domethënë që ka hoteleria, pjesën e shërbimeve, duke qenë një biznes sezonal hoteleria, është pjesa e një nga pikat është që të kemi shërbime profesionale dhe turizmi të ngrihet në një standard tjetër më të lartë, është pika që shumë punojës të cilët i trajnojmë, i marrim nga periferia, nga rrethet dhe i trajnojmë dhe jemi detyruar në fund sezonit që t'i largojmë. Nëse implementimi i strategjisë turizmit, sidomos për atë pikën që na dhëm ne më shumë, implementohet sa më shpejt, do jetë një nga gjërat më që do të japi një impakt tjetër turizmit. Kështu që mendoj që jemi në rrugë të mbar, është një sektor që rritet vazhdimisht dhe po të vëshre të gjithë, pothuajse të gjithë investitorët shqiptarë i kanë kthyer syt nga turizmi pikërisht për shkak të mbështetjes dhe marketingut fort që është bërë këtij sektori. Me që më dha rasti tani do të shtoj edhe diçka që me që ne jemi në zonën e Durrës Golem, që është një do thoya unë ambar për prodhim për sa i përket turizmit që frekuentojnë këtë zonë, është domosdoshme nëse nga Rina si deri te Plepat vjen për 40 minuta, nga Plepat deri në hotelet tona do të 40 minuta të tjera, kështu që mendoj që një bypass në Golem është i domosdoshëm, sepse i ka ardhur koha që të bëhet dhe do ta shpryj komplet zonën, si dhe shërbimet urbane që mendoj që ka ardhur koha që domethënë shërbimi urban për zonën të shijohet me një sy tjetër, domethënë që të rakordohet dy bashkitë Durrës dhe Kavaj, që të funksionojë më mirë, sepse ne pretendojmë që të kemi turistë elitar, po do t'i bëjmë hizmet këtyre dhe duke rritur shërbime, duke rritur standardet tona, them që do kemi ata lloj turistë që të gjithë ne na i do zemrat i kemi pranë strukturave tona, por kjo do shumë punë nga ana jon dhe në veçanti përsa i përket trajnimit profesional të punojësve tanë. S'kishte një gjë tjetër, domethënë vetëm të uroj të gjithë të kemi një sezon të mbarë, të gjithë hotelierëve që janë këtu të pranishëm, dhe nëse do edhe diçka, nëse do të shtojnë edhe diçka që hotelet shqiptare vërtet janë pasuri e biznesit, pasuria jonë, por në momentet veçanta kanë treguar se nuk janë vetëm pasuri individuale, po janë edhe pasuri kombëtare. Ne këtë e pam dashamirësinë dhe bujarinë e hotelierëve shqiptarë, e pam në tërmete, e pam në pandemi, dhe sa herë që do kenë nevojë këta burra dhe gra që janë këtu, mendoj që janë në zemër bardh, janë bujar, domethënë ashtu siç e kanë treguar, mendoj që do ta tregojnë përsëri veten që hotelet e tyre i vënë në dispozicion të çdo lloj situate që të ketë nevojë shteti. Faleminderit. Faleminderit dhe ju falenderoj për takimin. Ne kemi pas disa takime me ministrin dhe me kryetarin e bashkisë. Unë jam operator turistik i Durrësit dhe kryetari shoqatës shqiptare të turizmit për Durrësin.
Siç dihet, nuk ka nevojë për koment. Shqipëria tashmë është kthyer në destinacion turistik dhe kjo është pa diskutim fal punës që ka bë shteti dhe të gjithë bizneset private. Tani në perspektivë kemi të gjithë ngarkesat dhe detyra për të realizuar dhe, si më thënë, ajo që ne kërkojmë është që të bashkëpunojmë dhe të realizojmë sa më mirë të gjithë standardet që duhen për të industri turizmi. Stacionet e plazheve për këtë vit është një projekt i mirëpritur, por ne kërkojmë që ky projekt të zbatohet në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse në momentin që ky zbatohet, siç është thënë, mendojmë që do jetë një gjë shumë e mirë. Për qytetin e Durrësit, unaza e re që po bëhet është një gjë shumë e mirë, e cila shpresojmë që të jetë gati në këtë sezon. Siç tha dhe kolegu, transportet urbane, ne kemi pas një problem në këto vite, sepse transporti urban ne shpresojmë që duhet të jetë deri në mesnatë ose pas mesnatës, sepse të gjithë turistët fillon nga Mali i Robit në qytetin e Durrësit ka nevojë që të qarkullojnë dhe të shëtisin me transportin urban. Në përgjithësi, turistët në Shqipëri janë të kënaqur dhe ajo që shohim ne nga të gjithë sondazhet që kemi nga anëtarët tanë është që duhet patjetër që të ushtrojmë një trysni në prodhimin vendas. Prodhimi vendas është ai që ne na duhet për të ardhmen që të rritet prodhimi vendas. Do të thotë sektorët e prodhimit vendas në Shqipëri janë bujqësia, blegtoria dhe peshkimi. Të tre këto sektor duhen ca politika që të jenë sa më shumë në tryezat tona, që të kemi sa më pak importe të prodhimeve tuaja. Kjo mendoj që është një gjë shumë e mirë sepse nga turistët e huaj kërkohet. Pjesa tjetër pastaj për arritjen e standardeve të shërbimit të turizmit, gjërat po shkojnë në mënyrën e duhur dhe pa diskutim që na ngarkon dhe ne me përgjegjësi, ju ngarkon dhe juve si qeveri me përgjegjësi, po themi që jemi në rrugë të mbarë kjo pjesë. Por që këto gjëra kisha unë për të thënë. Faleminderit. Përshëndetje, shumë shkurt, mirëmbrëma. Siç e thanë dhe parafolësit, ne kemi ka dhe një dekade më shumë që jetojmë në një periudhë shumë të mirë të zhvillimit të turizmit. Dhe me thënë drejtën, pa përkëdhelje, dhe me thënë dhe pa i përqevi njëri tjetrit, ne jemi mirënjohës vizionit të qeverisë, të ekipeve që menaxhojnë sektorin e turizmit, sepse janë në akord të plot me vizionin e sipërmarrjes. A kupton çfarë mund ndodh në një vend për shembull ku biznesi mendon ndryshe, qeveria mendon ndryshe. Domethënë se si mund të vënë punët e qeverisë dhe si mund të vënë punët e një vendi. Kështu që nga kjo pikpamje ndihemi mirë sepse investimet që ka bërë sipërmarrja private, duke u fokusuar në sektorin e turizmit, kanë gjetur një mbështetje të jashtëzakonshme nga ana e qeverisë shqiptare, nga kryeministri Rama, nga ministrat, nga zonja ministre që kemi këtu, nga kryetarët e bashkisë, po dhe paraardhësit e tyre, që na kanë qëndruar afër, na kanë mbështetur me infrastrukturë dhe sidomos ato që thanë dhe parafolësit, me promovimin e kësaj iniciative të sipërmarrjes private. Kështu që nga ky këndvështrim ne ndihemi mirë, ju vlerësojmë dhe ju përkrahemi në projektet tuaja të zhvillimit të turizmit në Shqipëri, ndihemi të sigurt në këto investime që bëjmë. Ndihemi të mbështetur, ndihemi të motivuar, ndihemi të përkrahur, ndihemi edhe të promovuar, më shumë se sa e meritojmë bile. Çka do të thotë që e thanë dhe parafolësit, është detyra jonë tashmë që të ecim në të njëjtën nivel, në të njëjtën akord me promovimi që është bërë turizmit dhe Shqipërisë. Çka do të thotë duhet jemi më të organizuar, të kemi infrastrukturë më të pastër,
të kemi stafe më të kualifikuara, me qëllim që gjithë ky promovim, domethënë gjithë kjo dëshirë që kanë tashmë vendet evropiane të vizitojnë vendin, të mos ndihen keq kur vinë këtu në Shqipëri. Dhe mund të na shndërrohet në një gjë që ne nuk e besojmë se do të ndodhë. Shka do të thotë se tani topi ka mbetur tek ne, tek sipërmarrja private, tek menaxherët e sektorit turistik për të përgjigjur pikërisht këtij vizioni, kësaj gjëje të mirë që duket sikur na erdhi nga qielli, por në fakt nuk na ka ardhur nga qielli, as na e solli njeri. Është një kontribut i përbashkët i qeverisë dhe i sipërmarrjes në këto 10-12 vite. E dyta, ne ndjehemi mirë në sa investime mbështetëse që ka bërë dhe Bashkia e Durrësit. Dhe ky projekti i Fondit Shqiptar të Zhvillimit për lungëmarrjen që bashkon tashmë përfundimisht të dy zonat Golemit me Durrësin, është një gjë shumë e mirë. Na ka ardhur në derë si me porosi. Se ne biznesmenët kemi bërë dhe butalliqe, kemi bërë betonime, betone, kujtione, kuptoni, sa duash. Dhe kur u prishën këto, sikur u ashtu çik, po në fakt tashmë shohim një gjë të shkëlqyer. Sinqerisht i them Ramës këtu, që na ka bërë një ndër të jashtëzakonshëm me lungëmarrjen e Durrësit. Përfundimisht ka hequr betonet që vum ne, ca me dashje, ca pa dashje, ca se s'kishim çfarë bënim sa na erdhi deri ke dera. Përfundimisht do të kemi një parajs, domethënë të pjesës së Durrësit. Kështu që sinqerisht ju falenderojmë për këtë gjë. Ju falenderoj që na keni mbështetur dhe ju urojmë dhe Ramës suksese në mandatin e 4. Edi, a dëgjove çfarë thash? Urime dhe suksese. Faleminderit të gjithëve. Faleminderit për takimin. Unë quhem Leonard Agulli. Bashkë me ti me shoqe Rozana Gjergjin këtu, prej më shumë se 10 vitesh kemi një operator turistik i cili është modest përballë këtyre investimeve, këtyre njerëzve që janë ultu përballë. Rasti që jemi ultu është për shkak një organizimi në kompleksin Fafa, të cilin e kemi nisur prej shumë vitesh, mas shumë përpjekjesh, mirë po që asnjëherë nuk ka qenë e mundur për shkak mungesës infrastrukturës edhe kushteve për ta bërë të mundur këtë lloj aktiviteti. Me thonë drejtën kemi një vlerësim të jashtëzakonshëm, domethënë qeveria ka ngritur listën e prioriteteve punën e turizmit jo me fjalë dhe me premtime, por duke filluar nga infrastruktura rrugore, shërbimi në aeroport dhe tani vitin e fundit na duke e pabesueshme, po kalimi fluturime direkt nga disa vende të cilat nuk mendohej përpara. Domethënë është e paimagjinueshme se ç'kemi hequr deri vitin e kaluar për të marrë njerëzit për shembull që vinin nga Izraeli në aeroportet i Vadit, Podgorica apo Shkupi, Ohri edhe Selanikut deri Athina. Domethënë duhet shtoje 2 ditë në ato turet tona që të vije. Kjo është e jashtëzakonshme. Shpresojmë që dhe puna në aeroport të mbarojë sa më shpejt, edhe kjo të bëhet, domethënë të lehtësohet pak edhe qarkullimi aty. E shohim që ka, domethënë, një efekt jashtëzakonshëm edhe tek njerëzit që vinë e shohin. Desha të thoja që me që e mora mikrofonin për këtë arsye, po dhe për një arsye tjetër, kohë e fundit kryeministri ka bërë një punë të jashtëzakonshme dhe ka insistuar nuk ka lënë rast pa e shfrytzuar punën e shërbimit dhe mundësimit të turizmit kasher, domethënë të komitetit kontingjentit fetar izraelit, po jo vetëm izraelit, po ku janë rreth e qark botës. Me kompleksin me Zotin Fatos dhe me Fafën kemi fillu një projekt parë në vitin 23 tetor, një festë që është shumë domethënë se e këtu i quhet Sukot, në një nga hotelet, po që ishte si një test për fillim. Jemi të vetmi që organizojmë këto lloj eventesh që janë ekstrem të vështira, po që kushtet po përmirësohen ngadalë me ç'duket, sidomos me punën e fluturimeve. Dhe mas një suksesi të parë, mas shumë mundimesh, kemi kaluar, domethënë edhe vitin e kaluar, megjithëse ndodhi 7 tetor i famshëm, ndërkohë që festa ishte duke u zhvilluar këtu, Air Albania mundsoi një charter për t'i kthyer njerëzit mbrapsht mirë dhe ishte një vlerësim i jashtëzakonshëm, kjo bëri shumë bujë. Atëre vitin e kaluar patëm një organizim të dytë me zotërin që e kam në krah këtu, i cili do ishte mirë dhe ai ti shprehte opinionin e tij.
dhe mas atij organizimi në tetorin e kaluar, ata vendosën të organizojnë Pashkët, i cili është një fest ekstrem e komplikuar, por me besimin që fituan ata dhe me motivimin që u dha dhe duke pa vendin ton, njerëzit ton, domethënë edhe kushtet që ofrohen, motin, klimën, vendosin lokacionin, ata erdhën me bindje pa u mendu 2 herë, e rezervuam, madje kanë rezervuar dhe për tetorin e këtij viti dhe kërkesat i kemi shumë dhe. Në këtë moment që po flasim, të gjitha hotelet e Fafës janë të zëna për shkak të këtij eventi, vetëm këtu te ky hotel kemi ndoshta mbi 800 veta, mos gaboj Fatos, dhe tek ai mbrapa i riu, domethënë janë komplet plot, dhe në total bashkë me hotelin e premium, domethënë tjetrin, janë rreth 2000 veta. Fatosi është tregu shumë fleksibël, shumë bashkëpunues të frym ne kemi gjetë, domethënë në bashkëpunimit na ka lecuar shumë punën. Zotëria mund të thotë edhe ai nëse Jo, s'ka problem se s'kemi për këtys, po Fatos a shef situatën si është apo se pastaj thuaj jo po se janë çik si të vështira këto situata. Kjo situata më duket mjalt fare për ty. E qartë të nxit, po dhe ne kemi ato problemet tona që janë të dyja pjesët bashkë, po duke qenë se kemi një angazhim tjetër, s'dua që ta ndërpresim brutalisht, me lejen tuaj po them unë disa fjalë që lidhen me temën për cilën ne jemi mbledhur këtu. Sot besoj unë Shqipëria është në një pozicion tërësisht tjetër në raport me ku ishim dhe nga jemi nisur në të gjitha aspektet, por po kështu jam i bindur që ajo që ka ndodhur dhe po ndodh me turizmin është diçka përtej të gjitha pritshmërive të shumë kujt, sepse nuk jemi bërë thjesht një vend që jemi destinacion i ri për shkak se ishim tërësisht të pa zbuluar, por jemi një vend që kemi një potencial akoma të madh të rritemi edhe më shumë në funksion të gjitha këtyre të mirave pasojë nga kjo rritje, të punësimit, të rritjes të punësimit, të rritjes pagave në sektorin e turizmit që janë rritur në mënyrë të ndjeshme faktikisht, sepse të gjithë tani e kanë kuptuar që krau i liri i punës nuk mund të jetë një avantazh konkurrues dhe siç dëshmojnë shumë realitete të sektorit, ne kemi praktikisht paga që janë njësoj ose dhe më të mira se në Greqi, në një nivel caktuar të hotelerisë tonë. Dhe sot kemi 40 hotele që janë me brende të mëdha ndërkombëtare me pesye. Kemi një volum projektesh në vazhdim që janë vërtet një gjenerat tjetër e turizmit, një gjenerat tjetër e arkitekturës, një gjenerat tjetër e të kuptuarit të cilësisë dhe një gjenerat tjetër e volumit financiar që është përgatitur të investohet në Shqipëri nga investitorët vendas dhe investitorë të huaj. Faktikisht besoj që nga ana tjetër edhe volumi i investimeve të qeverisë dhe të bashkive është rritur si asnjëherë më parë në funksion të turizmit dhe do vazhdoj të rritet. Keni parasysh që
si pas organizatës botërore të turizmit, ne jemi vendi me rritjen më të lartë në Europë. Gjithmonë kemi parasysh rritjen në raport me vetveten, jo rritjen më të lartë në Europë dhe jemi në 500 e parë në botë për rritje të vazhdueshme çdo vit në këtë sektor. E përsëris këto janë të dhëna që gjenden fajlet në klasifikimet e organizatës botërore të turizmit, nuk janë dhënat e mia. Po ashtu kemi në mënyrë të përsëritur nga Forumi Ekonomik Botëror si Republika e Shqipërisë një pozicion në 10 vendet me përmirësimin më të madh në indeksin e zhvillimit të udhëtimit në funksion të turizmit. Kemi rritjen më të madhe vjetore të numrit të netve, të net qëndrimeve në strukturat akomoduese turistike me 56%. Kjo duhet marrë me një rezervë sepse faktikisht e kemi pasur dhe e kemi akoma të ulët qëndrimin numrin e net qëndrimeve, pra duhet ta kemi më të lartë, por ama rritja është shumë domethënëse dhe është një rritje e cila tregon potencialin e madh që kemi dhe tregon në të njëjtën kohë bazën shumë solide që kemi vendosur. Por duhet të jemi të gjithë të qartë për një gjë, që jemi akoma në një moment të brisht. Sepse nëse e marrit mirëqen këtë që kemi arritur dhe nëse nuk investojmë akoma më shumë në drejtimet e duhura, ne mund ta humbim këtë volum. Për ta mbajtur këtë volum dhe për ta arritur, natyrisht jo me këto ritme se do shkojmë 100 milion turist, po për ta arritur në mënyrë të qëndrueshme, graduale, ne duhet të jemi shumë të qartë çfarë duhet bëj sektori privat, çfarë duhet bëj shteti. Dhe në këndvështrimin tim, sektori privat duhet ketë vetëm një fjalë me të cilën duhet zgjohet mëngjes edhe me të cilën duhet flej ndarkë, cilësinë. Cilësia e shërbimit. Cilësia në çdo gjë që bëhet. Pra nuk është më koha e sasisë, nuk është më koha e hedhjes së parave kuturu, por është koha që çdo qindark të investuar ta investoj në cilësi sektori privat. Është koha që të investoj në cilësinë e të gjithë zinxhirit shërbimeve dhe për këtë arsye unë përsëri ju them dhe ju inkurajoj të mos hezitoni të rrisni pagat edhe më shumë. Se është kuptuar vonë, po është kuptuar që gjithë këto fatosi tek ky hoteli ku jemi ka konsumuar energji, ka konsumuar djerës, punëtorie dhe ka konsumuar edhe një pjesë të konsiderueshme parash për të vënë gjithë ato lule në fasadën e hotelit, e kolona, e lule, kolona, lule, të cilat për kohën patjetër që kanë qenë një gjë ndryshe dhe një gjë, por pse e solla si shembull? Sepse më mirë mos kesh ato kolona, ato lule, se sa të mos paguash sa duhet atë që ta mban hapur hotelin dhe që është fytyra jote kur njerëzit vinë dhe është reputacioni jot gjatë gjithë ditëve që njerëzit qëndrojnë. Gjë që përderisa këtu jemi në një vend suksesshëm, bëhet. Por ama duhet më shumë, sepse ajo që duhet synojmë ne nuk është të rrisim numrat pafundësisht, po të rrisim numrin e turistëve që konsumojnë më shumë.
e atyre që vinë dhe harxojnë më shumë këtu, në mënyrë që të mbeten më shumë para këtu. Ndërkohë që nga ana jonë ne jemi shumë të vetëdijshëm për punën që duhet bëjmë. Por ama kur mendon se në këtë vend nuk kishte asnjë lloj legjislacioni për turizmin, s'kishte ligj për turizmin, ishte komplet një fush xhungël. Në këtë vend s'kishte asnjë lloj rregullore për plazhet, xhungël. S'kishte asnjë lloj sistemi ndërveprimi mes qeverisë dhe sektorit privat. Në këtë vend yjet viheshin duke shkuar te Marangozi, duke i prerë, duke i lyer me të verdh dhe duke i rras aty 5 yje me emrin e një hoteli që ishte kombinimi i emrit Çunit, emrit Gocës edhe emrit Vjerrës. Tani kjo ka qenë situata, edhe ky ka qenë kaosi që ne kemi trashëguar. Por ama ajo që vlen sot të kuptohet nga të gjithë është që kjo që kemi bërë është shumë e rëndësishme në raport me ku ishim, por nuk mjafton në raport me ku duhet shkojmë. Dhe për këtë arsye edhe këtu ku jemi, në plazhin e Durrësit, kemi bërë përsëri një investim të madh kapital për gjithë pjesën e shëtitores së plazhit, që nuk mjafton, dhe për këtë arsye kemi bërë edhe investimin tjetër, kemi financuar, tani do të ekzekutohet, të zgjerimit të hapësirës ranore me 100 metra. Pra, vitin e ardhshëm, sepse do punohet, puna fillon, mos ka filluar akoma, ka filluar, po, se do fillon dhe këto ditë, puna ka filluar që të marrim nga deti 100 metra në të gjithë vijën, që do thotë që nuk do kemi më as atë kërcënimin që tha Luani që erdhi ujë të dera, edhe për shkak të gjithë marrëzive që u bën hidh gure, shtro, ura në ujë, mole, po edhe për gjithë mënyrën se si është menaxhuar pjesa brenda. Kështu që tani do të kemi një plazh tërësisht të rilindur në kuptimin më të vërtet fjalës, që do të lidhet me plazhin tjetër të ri që po krijohet tek Marina e Durrësit, që edhe ai besoj e keni parë, po pastron një zonë komplet të infektuar nga vajrat e nga qymyri shekullor atje, edhe po krijon një lidhje organike që do të lidhi gjithë këtë zonë me marinën e re, ku po punohet intensivisht, ndryshe nga që duket, dhe ku tani puna do të hyjë në një ritëm tjetër, sapo të fillojë spostimi i portit tregtar tek pjesa tjetër. Nga ana tjetër kemi një projekt shumë ambicioz në anën tjetër, këtej i bie, që urojmë që ta çojmë përpara me një grup shumë të madh investitorësh, që për herë të parë do provojmë krijimin e një territori brenda ndet. Të gjitha këto rrisin vlerën e këtij plazhi dhe rrisin vlerën e gjithë investimeve që keni bërë ju dhe rrisin vlerën e çdo investimi tjetër që bëhet. Për këtë arsye unë dua ta theksoj faktin që kemi parë me shumë vëmendje projektet e reja, ka projekte shumë bukura, dhe unë do ju inkurajoja që çdo tull që do vini duhet ta mendoni mirë dhe ta vini me cilësi, si thash, sepse tani gjërat e reja që ndërtojnë këtu duhet synojnë turistë që vinë dhe paguajnë dhomën më shumë, paguajnë qëndrimin më shumë.
dhe ata ka nevojë për disa kushte të tjera. Gjithë këto hotele që janë ndërtuar i përgjigjen një lloj shtrese, edhe shumë mirë se kjo është shtresa bazë, po duhet të ndërtojmë infrastrukturën që i përgjigjet një lloj shtrese tjetër. Dhe për këtë arsye po punojmë për zgjerimin e portit të Tiranës, të Rinasit, aeroportit, për këtë arsye po punojmë edhe për portet e tjera turistike dhe kështu me radhë. Nuk dua të zgjasem më tutje. Unë jam i bindur që ky shiu që po bie mbi çatinë e Fatosit është bereqeti që Fatosi përpiqet ta minimizoj, sepse ja thash se po vizitojmë përpara, siç e kam thënë më përpara, kemi një problem ne me ju. Dhe ju e dini shumë mirë që kemi të problem që deklarimet tuaja për dhomat e zëna nuk e pasqyrojnë në realitetin. Dhe ja kujtova Fatosit që kur kemi diskutuar kohë më parë, më thoshit ule atë të vëshën bëhet 8%, se pastaj ne do formalizohemi dhe do t'i deklarojmë gjitha se është të vëshëja 20%. Jo 8, e bëm 6% të vëshën, është më e ulta në Europë, më e ulta në rajon, edhe pa tjetër që solli është më shumë të ardhura për ju, po sikur nuk solli dhe aq shumë të ardhura për ne, për shtetin. Ky është fakt, jashtë si qeshaj, e di ai shumë mirë që qesh. Gjithë ju e keni një buzëqeshje, ai nuk e mban shumë se është i ri, ju që jeni më me eksperiencë, po ju shkëlqejnë sytë, sepse ju kujtohet sa shumë keni fitu me këtë stil. Megjithatë duhet pas parasysh që edhe ne nuk është se kemi qenë të pavetëdijshëm për këtë, por siç kemi bërë dhe për Airbnb-t, që masivisht janë vënë funksion, se nuk mundet dot tani si u riskan me 56% net qëndrimet në Shqipëri. Dhe ku flen këta njerëz? Ne dim shumë mirë që Tirana është e mbushur me Airbnb. E mbushur plot. Janë të ardhura që nuk deklarohen asgjë kundi. Durrësi po ashtu ka plot Airbnb. Vlora është e mbushur me Airbnb. E të tjetër, por për momentin ne kemi me vetdije, kemi lënë që njerëzit të akumulojnë të ardhura në këtë fazë. Të akumulojnë të ardhura dhe në ndërkohë hoteleria të rritet dhe të forcohet, se nuk jemi ne në kushtet që e përballojmë dot me hoteleri gjithë kërkesën. Ama ajo që tha ministrja që sistemi i ri i visitor, sistemi i ri i regjistrimeve etj, digjitale etj, do futen tani në funksion avash avash, se i erdhi koha. Nuk mund t'i vinin përpara se do mbysnim edhe 5 veta që punonin në mënyrë të padrejtë. Po ama tani ka ardhur koha dhe duhet ta bëjmë. Dhe do ta bëjmë. Ashtu sikundër dhe ajo marrëveshja që ne kemi propozuar, është një marrëveshje e hapur, kush do e merr, kush do se merr. Që të paguaj një kontribut fiks bazuar mbi përqindjet e pikut dhe mbi përqindjet e dimrit. Kush do e merr, kush do se merr, po kush e merr shpëton nga çdo lloj inspektimi, nga çdo lloj stresi, jo erdhi inspektori, jo vajti te dhoma, jo ishte turistja duke krehur flokët, jo i ra derës, jo mendoi që erdhën ta rrëmbejnë, sa ashtu kishte dëgjuar. Këto janë strese që pastaj nuk kemi që i bëjmë në qoftë se juve nuk e merrni marrëveshjen. Nga ana tjetër, e kam thënë me të gjithë biznesin e madh, pra me të gjithë biznesin që është mbi 140.000 euro xhiro, do me thënë që paguan tatim fitimi, sepse deri në 140.000 askush s'paguan tatim fitimi, jemi unikal në këtë rast. Do të bëjmë një propozim paqe fiskale
dhe do t'i ofrojmë të gjithë biznesit mundësinë që të paguaj mbi bazën e një kalkulimi paraprak, që do të thotë çdo vit biznesi paguan rritjen ekonomike. Pra, nga vjet si vjet, kalkulohen të ardhurat e paguara vjet, kalkulohet rritja ekonomike si vjet, dhe biznesi paguan këto me 15%. Por i jepet mundësia që të paguaj më shumë me 5%. Pra mbi këtë shifër biznesi mund të deklarojë më shumë nga ato që fatosi nuk i deklaron sepse thot ti kem për i ditë keqe, duke menduar që ditë të këqija do t'i përballojmë bashkë, kështu që s'do ngelesh vetëm, mund t'i deklarosh edhe mund të filloj, mund të bëhen dy fasha, një fash deklarimi i të ardhurave të vitit, një fash deklarimi i çfarë ka mbetur në përjastëk. Është harruar, pa dashje, nuk është puna se keni lënë me qëllim, po pa dashje diku në një jastëk atje keni lënë ca lek, te ca lek tjera, edhe aty ku thoni kjo dhoma nuk ka qenë e zënë, kjo dhoma ishte e zënë, po s'ka qenë turist, se ka qenë vjera që erdhi ca ditë, se ishte e stresuar, edhe mendoj që kjo do jetë një mundësi, nuk e kemi shpikur ne, e kemi parë në vende tjera, ka dhënë shumë rezultat, me thënë drejtën për biznesin, kështu do ta bëjmë dhe këtë gjë. Ndërkohë që do vazhdojmë fuqimisht investimet në Durrës. Durrësi ka marrë një volum të konsiderueshëm investimesh për hir të vërtetës në këto vite, të kombinuar flas buxheti, bashkia dhe fondi i zhvillimit. Do vazhdojmë edhe dhe ki parasysh një gjë, kur flisin për bypassin e Golemit, mos harroni që rruga, që autostrada, që koridori blu, që do ndërtohet edhe praktikisht do të anashkaloj këtë zonë, sepse do lidhi direkt Thuman, Kashar, Rogozhinën, pra do hy në krahun tjetër, do bëj që këtu të jetë kryesisht ose pothuajse komplet fluksi që vjen për këtu. Kush shkon për Fiere, për Vlorë, për Mëtutje, do dali nga Rogozhina. Pra do dali nga Tirana, ose do vi nga Veriu, nga Vora, eksakt, do vi nga Veriu, nga Kosova, do shkoje, do i nga Rogozhina, nuk do kalojnë më këtu. Këtu do kalojnë ata që do ndalojnë këtu. Edhe kjo do ta lehtësoj shumë ngarkesën mbi zonën, ndërkohë që ju do ta keni shumë më të thjeshtë që kur doni të ikni për më poshtë, të dilni nëpërmjet aksit tu, nga Rogozhina dhe poshtë. Këtu po e mbyll pak a shumë që mos ju lodh, se kam shumë gjëra që mund të themi, por besoj që çka kemi bërë dhe çka mund të bëjmë së bashku, kuptohet, për turizmin është diçka historike, edhe jam i bindur që e kemi të gjithën vetë në dorë tani më që ta bëjmë me shumë sukses edhe me përfitim. Tani në këtë rast thuhet përfitim reciprok, po fatosi do ketë më shumë përfitim, po do ketë dhe bashkia përfitimin e vet, do ketë dhe qeveria përfitimin e vet, po të drejtohem ty se i zoti shtëpisë dhe je simboli i rezistencës pozitive për të ndërtuar një sektor vibrant këtu, bashkë me gjithë tjerët. Shumë faleminderit. Ti s'desh ta marrësh fjalën se i tha fatosit gjitha se ti kështu shmangesh gjithmonë. Po jemi në rregull. Faleminderit shumë.